إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات آمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Të dashur dhe nderuar vëllezër besimtar, ju të gjithë të pranishëm në këtë xhami, ju që jeni përgjigjur thirrjes së Allahut Dhu Xhelal, ju që i keni lënë pas dore punët e dynjas dhe keni ardhur me dëshmu imanin tuaj. Lusë Allahun e madhreshëm që të gjithë juve Allahu t'ju mëshiron, t'ju mblon me bekimet e veta, t'u lumturon jetën dhe t'u jep të mirat e kësaj bote dhe të ahiretit. Të dashur vëllezër, sot para jush du ta përkujtoj veten dhe juve për disa këshilla dhe porosi që janë të rëndësishme në udhëtimin ton për secilin prej nesh një nga një në udhëtimin e tij drejt Allahut Dhu Xhelal. Çështja e parë që do ja kujtojmë vetvetes dhe juve është cili është qëllimi i krijimit ton. Shpesh na në angazhimet e përditshme, në punët e përditshme që i kemi, e harrojmë qëllimin pse kemi ardhur në këtë dynja. Me hangër me pi, veç më u dëfry, më u argëtu, me shetit, me bujqefe, apo ka diçka që është më e madhe se kjo. Thot Allahu Dhu Xhelal: وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Njerëzit dhe e gjinët nuk I kam krijuar, thot Allahu Dhu Xhelal, për asnjë qëllim tjetër përveç se ata të adhurojnë Allahun subhanahu wa taala. E adhurimi ndaj Allahut është gjithë jeta jonë, të dashur vëllezër. Adhurimi ndaj Allahut nuk shfaqet vetëm në xhami. Në xhami shfaqet nëpërmes namazit, leximit të Kur'anit, dhikrit, duas. Në shtëpi shfaqet duke tregu bamirësi ndaj prindërve, duke kryer obligimin ndaj gruas, duke I dhënë tërbije evladit. Andaj adhurimi është një term që I përfshin të gjitha angazhimet e njeriut. Andaj dietarët musliman kanë thonë el-ibadeh huwa ismun jami'un li kulli ma yuhibbuhu Allahu wa yardahu min al-aqwali wal a'mali adh-dhahirati wal batina. Ibadet, termi ibadet është emër përmbledhës I të gjitha fjalëve dhe veprave të dukshme dhe të mbrëmshme, të cilat I bën njeriu, veprat të cilat I don Allahu dhe është I kënaqur me ta. Andaj të gjithë angazhimet e jetës son, edhe puna që e bëjmë na, e lodhemi, e raskapitemi, që me ushqy familjen ton me halal është ibadet. Bile pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë, sadakaja ma e madhe dhe ma e vlefshme që e jep besimtari është sadakaja pasurin që harxhon për ta ushqy familjen e vet. Andaj, të nis nga ky qëllim, du ta kuptojmë se njeriu në jetën e vet I ka dy obligime kryesore. E para ndaj Allahut Dhul Xhelal. Dhe nëse I kryen këto obligime ndaj Allahut, Allahu I lëshon mirësitë e Tija, begatitë e Tija, mëshirën, bekimet dhe lumturinë në zemrën e këtij njeriut. Pa iman o vllazën, nuk ka mundësi me qenë askush I kënaqur e I lumtur. Ani se ka pasuri, ani se ka pushtet,
ani se ka famë, ani se gjithë bota e ndjekin atë, nëse mungon imani në zemrën e tij, kur njerë s'ka mundësi me qenë i lumtur ri. Ani pse ai aktron lumturinë kur del në rrjetet sociale. Edhe mundohet me kallëzu lumturinë përmes luksit që e jeton, ama realisht në momentin kur ai ngelet i vetmum, e han vetmia atë, e kap mjerimi atë, i ngushtohet shpirti atij dhe shumë kushi prej tyre bëjnë vetvrasje, megjithse këtë mirat e dunjos i kanë pas. Andaj një ditë për ditëve, tu ecë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam me Muadh ibn Jabelin radhiyallahu anhu, i tha: ja Muadh, e tedri ma haqqullahi ala al-ibad? O Muadh, e din se cili është borxhi i njeriut karshi Zotit? Tha Muadh ibn Jabeli: Allahu wa rasuluhu a'lam. Allahu i gjithdijshmi dhe pejgamberi i tij që e ka mësua Allahu dhul xhelal e din këtë gjë, unë nuk e di. E i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam: haqqullahi ala al-ibad an ya'buduhu wa la yushriku bihi shay'a. Detyra, borxhi kryesor që e ka njeriu karshi Allahut është që vetëm atë me bë ibadet dhe asgjë atij në këtë ibadet mos mi bë ortak edhe shirk. Kjo është borxhi ndaj Allahut. E pa e përmbush këtë borxh, askush për neve nuk ka mundësi me jetu i lumtur në këtë botë, e as me fitu xhennetin në ahiret. Se pa besim në Allahun e madhreshëm dhe adhurim të tij, nuk ka mundësi me pas xhennet. E obligimi i dytë është obligimi jon ndaj njerëzve. Duke filluar nga familja, mahalla, farefisi, akrabaja, katuni, komuna, qyteti, kombi, populli, e kështu me radhë. Këtë na deshtëm apo nuk deshtëm, jetojmë me njëri tjetrin. Edhe këtu në xhami tash kemi ardhur, jemi kallaballok, jemi katunar, kemi edhe mysafir, kemi edhe nipa, kemi edhe daj, do thotë jemi të përzim. Që do më thonë, na pa njëri tjetrin s'mujna me jetu. Mirë po edhe kjo jetes shoqërore ka detyra dhe obligime. E dini se i ngjan jeta shoqërore vllazni. Sikur se na ketë me pas një kuti në midis neve shprast. Edhe ka një vrim, një birë, ku secili prej neve shtin në atë kutin kontributin e tij shoqëror. Selamin, përshëndetjen, e pyesim si i ka hallet, kujdesin, e ndihmojmë ekonomikisht ka duhet me ndihmu, japim këshilla ku duhet me dhon këshill, e marrim për krahi ka don me marr për krahi, ja kallëzojmë udhën ku duhet me kallëzu udhën, e ndihmojmë për me kall kerin kur i met kerin në udhë, e ndihmojmë me kall traktorin kur si kallë traktori, e ndihmojmë në punët e shtëpisë një tjetrit, më që kjo është e kutia ku këtë na ofrojmë kontributet tona. Ku secili prej neve jep edhe shtin në atë kuti, kutia mushet. Edhe në atë kuti ka për krejt shërbime. Edhe për fëmijë, edhe për pleq, edhe për burra, edhe për gra, edhe për dashamir, po edhe për dashakçik. Ka aty kontribut jashtëzakonshëm për gjithë neve dhe jeta jonë shkon në harmoni. Ama, nëse atë kutinë e kina vënë mes neve, edhe njoni shtin 10 marrin. I dyti shtin 10 tjerë marrin. Ajo kuti ma shumë është shprasë se sa është e musht. Ashtu janë edhe raportet tona shoqërore vllazni. Nëse une nuk investoj te këti dhe ti nuk investon te une, shprazet kjo kuti dhe s'kemi ndjenja dhe emocione pozitive njëri ndaj tjetrit, edhe atër këshiri mja nxjerë syt njëri tjetrit. Me ofendu, me përgoju, me sha, me shpif.
E tash pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka thonë khairun nas anfa'hum lin nas. Më i miri pi njerëzve është ai që është më i dobishëm për njerëzit. Edhe njerëzit më të dobishëm për njerëzit janë pejgamberët e Allahut. Se ata njerëzimit ja kanë mësu rrugën e shpëtimit dhe rrugën e lumturisë këtë botë. E mas pejgamberëve vinë trashëgimtarët e pejgamberëve. Dhe andaj kur një katon, kur një xhami, kur një xhamat e ka një hoxh që ja ka gajle katunit, xhamatit, trive, pleqve, burave, grave, vajzave, atëre falendor në Allahu sabah akşam se Allahu ka dashur të mirën. Se ka sjell një njeri i cili ja ka gajle këtij vendit, këtij populli, këtyre njerëzve dhe mundohet më mësu atë që e ka thonë Allahu i madhëshëm Kur'anin fisnik dhe pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithet e tij. E çka e prish shoqërinë? Domthonë shoqëria përbëhet prej pikave që e zhvillojnë dhe ndërtojnë atë dhe prej pikave që e shkatrojnë atë. Edhe gjithë e dim na se me prish është shumë ma lehtë se me ndreq. Edhe andaj një amanet rinis. Mos lejoni me marrë vendime kur i dhnoheni. Mos përshpejtoni me marrë vendime në bazë nervozës që keni. Se e merr një vendim i nervozum, i idhnum, pa e mendu mirë, ja bën sherin vetës edhe katunit edhe mahallës, matë me men me dekada. Letë është me prish. Shumë randë është me ndreq. Gjithë ju, kush ka pas rast me marë pjesë do një pajtim e ka pa. Pse janë idhnu ata dy familje për një laf goje, ka thonë dikush pa e matë. E masene me javë e me muje dhe me vite është dash me qu rigjagji e njerëz që pajtojnë, deri sa tunet ka 2-3 natës tu i bindi, ona ina vlazëna, ina musliman, ina shqiptar, ina katunar, nuk ban për një laf mu i dhnu, nuk ban me majt i natë, se s'kina ku e qojna në njëri tjetrin, apet na ina që këto për njëri tjetrin. Ama mu u prishën shpejt, për mu ndresh, po duhet javë, muje dhe vite. Këtë jeta jonë është shto vllazni, për me prish se cili njeri që është i ngutshëm, që është nervoz, që nuk është mirë me Allahun dhu xhelal, e prish shumë shpejt edhe shumë letë. Andaj na i themi vllaznive, o vllazni, kujdes, ta ruajmë njëri tjetrin, t'ja kem gale njëri tjetrit, ta duam njëri tjetrin për një me, se s'ka mundësi me pas lumturi e harmoni nëse mes nesh ka armiqësi, urrejtje dhe zili. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha, la tahasadu, wala tabaghadu, wala tadabaru, kunu ikhwanan ya ibadallah. Dhe mos ja keni zili njëri tjetrit. Mos e urrejni njëri tjetrin. Mos ja ktheni shpinën njëri tjetrit. Bohuni vllazën o ju rob të Allahut. Jetoje vllaznillukën për një me. Mos e prit me na rani vdekjen familje edhe na mu mbledh për hatër xhenazës që kemi të shtëpia. A deri gjesi forshim njëri tjetrit. Mos lejoni me ndodh një problem i madh familje që na me shku me vizitu njëri tjetrin me pas për shembull dikant smund me kancer, edhe është në fazat e fundit e tash për hatër të smundit, po shkojmë po him shtëpi vllau te vllai vet, pse se deri dje ka qenë i dhnu. E pse i dhnohen njerëzit mes vete? Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka tregu dy smundje shoqërore që janë shumë të rrezikshme, edhe janë fatkeqësisht tani shumë të pranishme në jetën shoqërore të njerëzve. E para është përgojimi. E dyta është spionimi, bartja e fjalëve. Këta janë dy smundje që përpara kanë qenë më shumë të pranishme te gratë, puna e përgojimit, mirë po tash burrat va kanë kalu grave.
aq poshtë ka ra pazari që nuk mbledhen dy bura me thonë në kafe, e nuk e nisin muhabetin me e pabe filoni, edhe nuk e përfundojnë muhabetin e pabe filoni. E nis edhe mbaron muhabetin në kafe, tu folë për X-in dhe Y-in, edhe ketë muhabeti që e bëjnë kafe është për gojim. Tu a them vllazni, kam dëshirë që ta nënvizoni me vitë kuqe rëfunti. Përgojimi dhe bartja e fjalëve janë prej mëkateve të mëdhaja. Janë gjunahe që nuk t'i falë Allahu dhu xhelal me abdesin që e merr, e namazin që e falë, e gjumon që e falë, e agjërimin që e agjeron, nëse ti nuk pendohesh sinqerisht për atë mëkat të Allahu dhu xhelal. Se mëkatet e vogla të lanë e të fshihen me abdesin që e merr, me namazin që e falë, me gjumon që e falë edhe agjërimin Ramazani që e bën, këtë gjunat që bëhen mes tyre, dvoglat falen. Ama gjunat e mëdhaja pa u pendu sinqerisht Allah nuk falen. Andaj edhe përgojimi, edhe bartja e fjalëve janë gjunat e mëdhaja që nëse nuk pendohesh te Allahu, nuk t'i falë Allahu. A dini çka hup njeriu me përgojim? Krejt se vapet e veta që i ka bo, kur shkon të Allahu dhu xhelal dhe ka përgoju dikend, a i thot, ja rab filoni dit e nat, s'like sen pa thonë për mu. Ato që i kumbo pos e popë dhe shumë sene mishtejke, e tash këtu janë dy gjunahe, e para është përgojimi, e dyta është shpifja, biftani. I tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam sahabeve, e të drune me l'ghibe, e dini çka është gibeti? Tha mja përmend, tha Allahu dhe pejgamberi e din, tha mja përmend Allahu tan atë që ai urren mja përmend. Për shembull, dikush për neve s'ka flok, i thuti qel, ati i ven inati. E ti shkon për inati i thua qel. Që kjo është gibet. Dikush qalon. Edhe s'ka merak me i thonë o topall. E ti thua e pabe topallin. Kjo është përgojim, ani se e ka. Po tha, na kena kujtu se mja thonë diçka qase ka është gibet. Jo, ka thonë, nëse i thu diçka qase ka, atë kjo është biftan, kjo është shpifje, kjo është mëkat i dyti madh. E pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka treguar se këto janë gjunahe të mëdha, që nëse shkon te Allahu me këto gjunahe, nesër ai që ti e ke përgoju ti merr sevapet tuja. Halallëk nëse s'ke marrë prej ti në dynja, ai ti merr sevapet që ti ke bo. Dhe thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam për ata njerëz që bartin llafe, ka net kafe me njonin, e ka marrë vesh një mesele, edhe shkon te tjetri tha, e di me shka tha filani për ty, ai sa kesh ka fol. Bën fitne, i prish muslimant me zvete, i prish vllazit me zvete. Ai be filani hiç bes do e ke ti, oj veç shajke. S'ka thonë njeri kur gjo keq për te, ama ti e ki marrë llafin e ti, e ki shtu, edhe e ke përhap, u a ki prish zemrët besimtarve. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, la yadkhulul jannata qattat, nuk hin xhenet ai që bart llafe. S'ka xhenet për atë njeri. Janë gjunahet mëdha o vllazni. E prish vllaun me vllaun, e prish burrën me gru, e prish kojshin me kojshi, e prish ortakin me ortakin, e prish katunarin me katunarin, e prish shokin me shokin. Janë gjunahet mëdha këto vllazni. Nuk na lën me kon rahat nëse na nuk kemi të vëmendshëm ka si këtu këme gjunave. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam një ditë te voret, i po dy vore. Tha që këto njerëzi bon azab në vore. Pse? Tha se njoni kur shkoj ke në toalet me kry nevojën e vogël, u stërpike me urin, e se rike gale kësaj punës. Pse? Se a i se ka gale se du të mu falë. E kush e ka gale të falme, na i nuk stërpiket me urin, për i runë pantullet, mos mu stërpik se du të me marrë abdes me u falë, a kush për me u bo kabul namazi është me konteshat e pastër ta. Ta që ki, a kësi ka shumë djemë të ri që ku shkojnë toalet, si ka u boja hinë atyne edhe nuk e kanë gale se a stërpiken nuk stërpiken. Ata që nuk e kanë gale, kanë mu bo azab në varë, para se me shku të Rabbul Alemini. E tha kjo i dyti,
tha ky I baj ke llafet mes njerëzve. Edhe kej sa ka hi në varr, ka nisë mu bë azab. O vllazni, kush I kryen obligimet karshi Allahut, jeton I lumtur këtë botë në ahiret. Kush I kryen obligimet ndaj shoqërisë, ndaj njerëzve, jeton I lumtur edhe në dunjë edhe në ahiret. Po bile kur shkon për kësaj dunjoje ketë na themi valla vdes filani po burri I mirë kon. Çdo herë nga goja e tij ose një këshill e mirë dilke ose shujke. As përgojojke e as fitnë fesad bëjke. Pse? Sepse e kishte marrë porosinë e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, po tha men kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Kush beson Allahun dhe ditën e mbrëm, le të fol mirë ose le të hesht. Allahu na udhëzoft në rrugën e mbarë, I largoft prej neve gjitha gjunahat që na prishin mes neve, e shoft rahmetin dhe bereqetin e tij, e shtoft dashnin mes neve dhe respektin dhe kujdesin, e të jetojmë jetë të begatshme, të këndshme, të lumtur këtë botë, e gjithve këtu së bashku na bashkon xhenetet e tija, walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala abdihi wa rasulihi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna ala an-nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahima wa ala ali Ibrahima innaka Hamidun Majid. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وذل الشرك والمشركين ودمر أعداءك أعداء الدين. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأقم الصلاة.